Në shkollën speciale të qytetit të Korçës u zhvillua këtë të mërkur një aktivitet në kuadër të ditës së ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara. Në këtë qytet numërohen rreth 2000 persona me aftësi të kufizuara, ndërsa 40 fëmijë marrin çdo ditë shërbime në qendrën komunitare, ku përfshihen terapi zhvillimi, terapi në grup, logopedi dhe fizioterapi. Vitet e fundit vjet re një rritje numrit të fëmijëve me aftësi të kufizuara, çka rrit edhe nevojën për mbështetje dhe struktura të posaçme. Për shumë prindër, sfidat janë të shumta dhe të përditshme. Ata përballen me mungesë qendrash dhe hapësirash të përshtatshme, por edhe me vështirësinë e pranimit nga shoqëria. Kristina Ndini, nëna një djali me aftësi ndryshe, tregon se momenti i diagnozës shoqërohet shpesh me tronditje emocionale, por më pas fillon faza e forcimit dhe përballjes së realitetit për të siguruar terapitë dhe mbështetjen e nevojshme. Është shumë e vështirë të kesh një fëmijë me aftësi ndryshe, sepse e para njëherë është ajo dhimbja që ne kemi dhe përballemi përditshëm. Duke parë domethënë që fëmia jot nuk bën dot ato që duhet të bënte, kjo të dhem. Plus pastaj edhe kjo që sot ka shumë vështirësi, nuk i pranojnë, ka shumë mangësira në shumë gjëra, që nga mënyra ku duhet të rije, se ti nuk ke mundësi që ta mbash gjithmonë me vete, ai nuk është i liri që të dalë, siç mund të dalë çdo fëmijë tjetër. Nuk ka shumë nga këto gjëra, qendra ku mund të rinë, ku mund të jenë si të gjithë. Normalisht ne kemi vetë në kurisë. Duhet ta mbajmë me vete gjithmonë. Në rastin e djalit të Kristinës, që ndjef shërbimet në këtë shkollë, përshtatja ka qenë e mirë, fal kujdesit të vazhdueshëm dhe mjedisit mbështetës që ofron institucioni. Ajo thekson se dashuria, pranimi dhe qëndrimi afër fëmijës janë vendimtare për zhvillimin e tij, ndërsa mungesa e pranimit nga të tjerët shihet si pengesa më e madhe për integrimin. Djali im përshtatet. Djali im po i dhuroj dashuri, po e more, po i ndej afër, domethënë dhe të sillesh mirë, direkt e ke të bërë për vetë. Është fëmijë që përshtatet, ka dhe që nuk përshtaten dhe kjo është akoma më vështirë, por shqyr Zotit mua më është përshtatur. Direkt sa erdhi nga kalimi nga shkolla e tij këtu, ai u përshtatet dhe është shumë mirë. Unë kur e kam marrë vesh, kuptoj si çdo prind nuk të vjen mirë, bëhesh keq, është pyetja pse mua, pse më ndodhi mua, po pastaj do bëhesh i fortë. Dhe për ata që nuk i pranojnë, domethënë është krim, është gjyna. Nëse nuk i pranojmë ne që i kemi sjellë në jetë, tjetri nuk do ta pranojë dhe nuk do ta pranojë. Është një gjë që kështu është lindur, kështu është bërë, do luftosh, do ta përballosh që dhe ai të paktën të ndihet mirë. Me vështirësi, por ne kemi pranuar. Aktiviteti synoi të sjellë në vëmendje sfidat reale me të cilat përballen familjet dhe fëmijët me aftësi të kufizuara, duke theksuar se 3 dhjetori nuk duhet jetë vetëm një datë simbolike, por një kujtesë për domosdoshmërinë e mbështetjes dhe përfshirjes në jetën shoqërore.